Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duket se edhe për zgjedhjet vendore të 9 nëntorit nuk po vepron në mënyrë të drejtë dhe të plotë për sa i përket informimit të qytetarëve mbi procesin zgjedhor. Deri më tani institucioni nuk ka shpërndar asnjë spot informues televiziv apo fushat sensibilizuese për mënyrën e votimit dhe masat ndëshkuese që parashikon ligji për shkeljet gjatë ditës së votimit. Sipas vëzhgimeve në terren të televizionit 6+1 Vlora, del se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është mjaftuar vetëm me një tabelë të madhe publicitare të vendosur pranë portit detar në zonën e Skelës, në një kthes që të çon drejt portit. Kjo zonë megjithëse e dukshme për ata që udhtojnë me traget, nuk është mjaftueshëm e frekuentuar nga qytetarët e Vlorës, të cilët në pjesën më të madhe nuk kalojnë aty çdo ditë. Për më tepër reklama bie në sy krejtësisht për emigrantët dhe të huajt që hyjnë e dalin nga porti, të cilët nuk janë subjekt votues në zgjedhjet vendore. Kjo ngre pyetjen se si do të informohet qytetari thjesht që jeton në lagjet më të largëta, si Pusi Mezinit, fabrika e çimentos apo në zonën e Çoles. Nëse ai nuk ka mundësi transporti apo është i moshuar, si mund të njihet me informacionet mbi zgjedhjen, mënyrën e votimit apo ndëshkimet ligjore në rast shkeljesh që i gjen vetëm në zonën e Skelës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon absurditetet edhe në prag të zgjedhjeve të pjeshme të 9 nëntorit. Ndërsa mungon një njoftim zyrtar dhe sensibilizim nëpërmjet mediave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për qytetarët e Vlorës, të cilët do të drejtohen kutive të votimit më 9 nëntor për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë, si për çudi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të njoftojë qytetarët për datën e zgjedhjeve me një tabel reklamuese që gjendet pas meje, vendosur në zonën e Skelës pranë portit detar. Aty ku në fakt nuk ka fare interes nga ata qytetar apo persona që zgjedhin ty në dalin nga porti detar i Vlorës. Por ky njoftim duhet të shërbente qytetarëve të Vlorës, ky njoftim duhet të shkonte edhe në zonat periferike të qytetit. Dhe imagjino, ai i cili jeton në lagjen 24 Maj apo thëndryshe në Çole do duhet kaloj këtu nga zona e Skelës që të paktën deri më datë 9 nëntor ndoshta mund mos i bie rruga, për të parë dhe për të informuar me këtë njoftim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vetëm pak metra më tutje pranë Universitetit të Vlorës janë vendosur disa postera më të vegjël në një stacion autobusi, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje qytetarëve të verifikojnë emrat në listat e zgjedhësve. Një tjetër poster i ngjitur aty paralajmëron se disa veprime gjatë procesit të votimit përbëjnë vepra penale, por sasia dhe shtrirja e këtyre materialeve mbetet shumë e kufizuar për një qytet që ka qindra mijëra votues. Nuk është ere parë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vepron në këtë mënyrë duke anashkaluar bashkëpunimin me mediat lokale, por duket se korrupsioni ka rritur deri në sektorin e marketingut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe dukshëm lidhet me kompanitë reklamuese dhe për t'u hedhur hy syve qytetarëve se e ka bërë punën dhe detyrën me 2 reklama të vendosura në zonën e Skelës. Vetëm pak ditë më parë, televizioni 6+1 Vlora njoftoi qytetarët mbi datën e zgjedhjeve dhe prezantoi kandidatët për garën vendore. Në kontrast, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka detyrim ligjor të informojë publikun, duket se do t'u flasë qytetarëve nga hëna.